Shumë pak ditë në ndaj nga çelja zyrtare e sezonit veror në Vlorë, i cili duhet ta gjejë qytetin gati në të gjitha drejtimet, duke ofruar një pamje sa më të mirë dhe dinjitoze për pushuesit vendas por edhe të huaj. Por përpara fillimit të sezonit veror, duke nisur nga data 9 maj, një tjetër event madhor sportiv vjen në qytetin e Vlorës, Giro d'Italia, e cila do të reklamojë qytetin në 10 shtete kudo në botë, ndjekës të rregullt të këtij sporti. Pikërisht për këto dy data tepër të rëndësishme të cilat do të jenë në qytet, ndërmarrjet e qytetit kanë nisur tashmë përgatitjet që Vlora të jetë gati për eventin madhor të ciklizmit, por edhe për një sezon të mbar veror. Për të qenë gati edhe për operatorët turistik që këtë vit më të pakët në numër do ta shfrytëzojnë si hapësirë për plazh, por edhe për pushuesit. Ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës kanë nisur plugimin e rërës. E gjithë bregdeti Lungomares po plugohet tashmë nga mjetet speciale për këtë punë. E prejande janë larguar edhe mbeturina të shumta, si dhe gurë të cilët ishin prezent për gjatë gjithë bregdetit. Në fokus të punës së ndërmarrjeve të qytetit janë dhe hapësirat e gjelbëruara. Kujdesi ndaj tyre me tepër rëndësi po i kushtohet pamjes vizive dhe jo vetëm të Vlorës. Pikërisht për këtë qëllim ka nisur dhe një aksion për korjen e barit në pjesët e gjelbëruara të Lungomares, por Palomëjan edhe krahasitjen e degëve të pemëve, apo edhe mbjelljen e luleve të reja dekorative sezonale. Gjithashtu për gjatë gjithë itinerarit të Giro d'Italia, një përkujdesje të veçantë, po ashtu do të ketë edhe përgjendjen e segmenteve rrugor, për të mbyllur çdo grop apo pjesë të amortizuar të rrugëve të cilat mund të shkaktojnë probleme gjatë xhiros ciklistike. Për këtë arsye, ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës kanë nisur punën për përkujdesin e të gjithë pjesëve të amortizuara për të qenë gati për eventin më madhor sportiv.